Hasedi, xhelozia. Xhelozia është trashëguar nga shejtani. Për ata thuat, gjëna i parë që ju ka bërë Allahut në qiell është xhelozia. Gjëna i parë që ju ka bërë Allahut në tokë është zilia. Për atë Allahu zbrit një sure në Kur'anin e Kerim, që ka sure përfundon wa min sharri hasidin idha hasad. O Zot, na ruaj nga zili qartë, nga hased gjitë, të cilët kanë dëshirë që të mirësit që të negabitin nga ne t'i kenë vetëm ato. S'kanë dëshirë që kejtë t'i shijojnë të mirët. Ne jemi populli i zgjedhur, si që pretendojnë që i fotët. Neve në takon lartësia, neve në takon pushteti dhe qeveria. Ndërsa të qertë janë shërptor tonë, janë kafsh të shëndrua në formën e njerëzit, për mi shërbi që i fotëve. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, na tregon gjithashtu, wadda kathiru min ahli al-kitab. Shpresoj dhe kanë dëshirë shumica i thtarëve të librit, pra që i fotët dhe krishterët. Çka kanë dëshirë? Thotë Allahu wadda kathiru min ahli al-kitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Kanë dëshirë që ju të nxjerrin prej besimit, që u bojnë qafira si ato. Hasadan min indi anfusihim, dhe për shkak xhelozisë së cilët e bëmbajnë në gjoksat e tyre. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Pasi që është bërë qartë se Islami e ka armërim, Islami vëllazëron, Islami barazon, Islami është fe e drejtësisë. Mirë po shejtani është ai i cili e xhelozoi Ademin a.s. Nuk i boni sejdë Ademit a.s. Si rezultat i xhelozisë, Allahu e dëboi nga rahmeti i tij. Për gjithë popull që kanë ardhur në kohën e Nuhit, në kohën e Ibrahimit, në kohën e Hudit, Adit, të gjithë i xhelozuan pejgambert e Allahut. Ndërsa muslimanët i deshtën pejgambert e Allahut, e dashtën njëri tjetrin, dhe Allahu i boni vëllezër, nuk kishte vënë një kasmunje në zemrat e tyre. Pra Islami i çliroi zemrat. Islami i çliroi zemrat, që pejgamberi Allahut ka thonë, la hasada illa fnithnatayn. Nuk lejohet që njeriu të ketë xhelozi apo lakmi vetëm di çështje. Njëri që Allahu i ka dhënë pasuri dhe ai e shpërndon gjallëtas dhe majtës për hajër. Kan ban këta me lakmu, ama nuk ban me xhelozu. Apo njëri që Allahu i ka mësu Kur'an, ka dëshirë dhe ti tishe si ai të që lexojsh ditën dhe natën ban. Apo njëri që i ka dhënë Allahu diturin, ke dëshirë të jesh si kur ai. Ama nuk lejohet në Islam që të lakmojsh, që ai mos ketë dituri veç ti të kish. Ai mos ketë pasuri vetëm ti të kish. Ai që mos lexon Kur'an vetëm ti të lexosh. Dhe këtë këto ka të bëjë për ahiret. A ban që të lakmojmë në dunja? Pra në dunja nuk lejohet që të lakmojmë. Njani e ka një pallat, ta kem dhe unë si aj. Njani e ka një biznis, ta kem dhe unë si aj. Për çka kse nuk dihet biznisi dhe pallati i ti, është dhuntia Allahut Azza wa Jall, apo runa Zot andëshkimi Allahut. Për këtë arsye, pejgamberi Allahut na mëson që ne ti kemi sit në ahiret. Nëse xhelozo diçka për din. Nëse Allahu thot në Kur'anin e Kerim, wa fi dhalik falyatanafasil mutanafisun, garoni në të mira, garoni në ibadet, garoni në Kur'an, garoni në dituri, garoni në dhunti, garoni në bugari, ama jo të garoni në dunja. Për atë lejo të ndërshëm, muslimanët kur i pastruan zemrët e tyre, nga asedi e çliruan botën, kur e pastruan zemrët e tyre, nga lakmia e dunjas, jetuan për Allahun Azza wa Jall, që merituan të jenë të përgazuar me xhennet duke qenë gjallë.